është futur në operacion. Sot, do dali po sot, do të shkoj në shtëpi po sot, e pretet e nusja po sot. Po ka lezet me flok. Are ju qerosa, hajde mbillni flokët. Mirëmëngjes. Mua më the? Kam një çik siklet me thonë. Unë kam ardhur me nipin këtu, ke klinika Lazerway. Aldo ke siklet qik më shumë, duket se sa. Me thënë të drejtën me situatën që është këtu, çdo gjë duket shumë mirë, vendi është i pastër, doktorët janë shumë të mirë, konsulta është goxha e mirë, kështu që edhe ai sikleti fillimit sikur më kaloi tani. Atëre vazhdo me që se të kaloj. Okej. Do të vi unë, mos ki më ranë. Dobsh. Themi disa sekrete. Kemi ardhur këtu ke klinika Lazerway, në një klinikë që është në qendër të bllokut. Dihet pra që kjo është një klinikë që merret me transplantin e mbjelljeve të flokëve, si për femrat edhe për meshkujt, edhe unë do vi një ditë. Po sot nuk kam ardhur për veten time, kam ardhur për nipin. Sigurisht çdo kush kur hyn në një klinikë e kanë çik sikletshme. Nipi im më do mua. Ç'o bëjmë tani? Hajde me mua. Po e pret nusja jashtë. E di si do bëhet ta pish në kup. Pse vetëm njëra? Dashke shumë? Po për tjetër që po.